kushtimisht po bëjnë damjen, zoti Fitim, po që jetojmë këtu, ndërsa vera është verë, është gjallëri, është, do më thonë, gjithë qka e bukur. Ju përshtat pak mentalitetit. Me u përshtat pak e krejt këtu. Fitim, qka kishe ndruti? Mesazhi jem është shumë i qartë, ta shkatrojmë urrejtjen, të lypëm unitetin me njëri tjetrin, të kemi durim nda njëri tjetrit, sepse ajo është thesari maj fort që posedojmë shpirt edhe në zemër, kemi shumë durim nda njëri tjetrit, edhe të investojmë në zhvillimin personal. Sepse është një fenomen, Kosova është bo një pasoni, po unë kam shumë klient nga Kosova, ku i takoj edhe thoi Fitim, unë e kom bo një pasoni, po nuk e di se që shku marrit se tempoja ka qenë shumë e fort, e kështu që po ndihna mrena shumë thotë si një gërzhole e vogës. E tash ajo zprasi që me kohën krijohet mrena, ato nuk mundesh nga jashtë mi mush. Ajo është një proces që vanon. Nënë të kemi durim nda njëri tjetrit, jemi shumë të hapur nda njëri tjetrit, sepse thamë fillim jemi një. Edhe dyta, të investojmë në zhvillim personal. Ka shumë njerëz që kanë arrit pikat më të larta, një ndërta jam une, që merrem me këtë temë. Nuk kemë nevojmë që kemo të anglezit, të aj që në Amerikë ose dikon tjetër, duke fillu pej Toni G. Selimit, që është një ndër emrat më të përfolur në botë, sa i përket zhvillimit personal, është bo një ekip që ka mundësi me dhonë kontribut edhe këto, që është shumë rëndësishme për zhvillim personal. Dhe me dhonë komunikimin ndër njëzor. Aty është, unë e shoh atë shumë të rëndësishme këtë pikë, si ujnë, si ajrin, si bukën, si gjitha tjerë. E shumë njerëz me të vërtet menojnë që komunikimi është vetëm të folurit, në fakt është vetëm një 15-17% a përfaqëson. Na shumë a shumë flasëm ku nuk flasëm fare. E kjo është ta kuptojmë të forcohëm si unitet, të forcohëm i bashkarisht të largojmë urrejtjen. Sepse si popull jemi shumë me ngjyra, jemi shumë të hapur, jemi shumë që e dojmë muzikën. E muzika është komunikim. Po. Kjo është mesazhi. Një mesazh